tre skenar të mundshëm kam, dhe kam të freskë këtë sepse mbrëm po analizoja me këtë mikun, s'po i them emrin për kortezi, njëri shumë i rëndësishëm i jetës politike. Thash ka tre alternativa. Një, partia do të trashëgohet në mënyrë biologjike tek e bia, është skenari parë në mendimin tim. Në këtë rast do zvoglohet trupa që i ri nga mbrapa, se shumë njerëz nuk e ka ajo autoritetin, nuk e ka zotësinë, pavarësisht ekspozimit të madh politik që ka duke qenë pjesë e një familje krejtësisht politike, por nuk e ka. Dhe do zvoglohet. Siç u bë partia Berlusconit, gradualisht do të zvogluar. Varianti i dytë është që të zgjedhë Lulin e Radhës. Luli i Radhës do të dhëmi dobët se Luli i parë, i cili kishte një lloj fashino, kishte një lloj karizme, fliste rrjedhshëm. Mesazhi shkiste si në akull, do të nuk mbaje mend asgjë. Kishte autoritetin se kishte qenë ministër, kryetar bashkie në detyrë. Nuk kishin ekspozuar, modeli si ishte dekriptuar krejt. Sot është i dekriptuar. Kushdo nga ata që ka marrë limën në predhëmbët që të kafshoj këtë lloj rolit të Lulit Biz, do ishte si këto filmat sequel që gjithmonë janë më të dobët se sa seria e parë apo e dytë, domethënë që është bërë, dhe partia do vazhdonte të rrudhej edhe më keq, sepse autoriteti i tyre është më i vogël se i Lulit. Edhe në një aspekt publik, ata janë deformuar sot, se janë ekspozuar shumë keq, në atë pikë që s'ngjallin asnjë minimum besimi, asnjë minimum simpatie. Skenari i tretë është që me më pak probabilitet, do të jepja më pak se një të mitën e probabilitetit, do ishte që të ndodhte një raport i ri politik, pra një rupturë. Kur Berisha mos jetë më, këta të kuptojnë që kanë një rol që mund ta luajnë. Nëse do tentojnë të vetëshpallen Luli 2 do jetë faliment, vetëm ruptura e ringre një parti.